Polis ka pasur gjithmonë syt në horizonti. E dini mirë se ardhmja do të ndërtohej edhe me kod, jo vetëm me lapse me skica. Prandaj vite më parë lindi misioni ynë për teknologjinë e informacionit, sepse besonim fort se çdo gjenerat meriton mjetet e kohës së saj. Hapa tanë të parë u rritën si sfidë ndaj të zakonshme, duke dëshmuar se inovacioni është gjuha e re e progresit. Nuk u mjaftua me atë që ekzistonte. Kërkonim të ndërtonim atë që po vjen. Mbi këto themele, sot hapim dyert e një epoke të re, aty ku teknologjia takohet me imagjinatën, aty ku inteligjenca artificiale bëhet pjesë e pandashme e udhëtimit tonë. Zgjodhëm të flasim gjuhën e kohës, duke u shtrirë përtej kufive, sepse lideri i vërtet nuk pret që rruga të hapet, ai e hap vetë atë. Por mbi çdo sistem dhe mbi çdo inovacion qëndron krenaria jonë më e madhe, studentët tanë. Ata që sot kodojnë, projektojnë e udhëheqin me sukses, si në industrinë vendase, ashtu dhe në tregun global, janë dëshmia e gjallë e asaj që përfaqësojnë. Në Polis, auditorët nuk certifikojnë thjesht njohuri. Ata farkëtojnë karaktere, ushqejnë vizione dhe ndërtojnë themelet e një jete me kuptim e me vlerë. Historitë e tyre të suksesit janë pasqyra jonë më e vërtet. Ata janë arsyeja pse vijojmë të guxojmë dhe të investojmë tek më të mirët. Studentët janë shpirti dhe shtylla e Polisit. Gjithmonë kanë qenë, gjithmonë do të jenë. E ndërsa festojmë 2 dekada trashëgimi, vështrimi ynë mbetet përpara, sepse për ne e ardhmja sapo ka filluar.